Kërkesat e mjekëve për t'u larguar nga Shqipëria duket se kanë pësuar rënje vitet e fundit. Të dhënat e urdhërit të mjekut në Shqipëri tregon një ulje graduale të aplikimeve për certifikatën e sjelljes së mirë, dokumenti domosdoshëm për punësim jashtë vendit. Është një trend disi në rënje, një rënje e lehtë, ku sipas viteve kemi diku në vitin 2022 kemi patur rreth 190 mjek që e kanë kërkuar certifikatën e sjelljes mirë, ndërkohë që në vitin 2025 kemi 125 mjek që e kanë kërkuar certifikatën e sjelljes mirë pranë urdhrit të mjekut të Shqipërisë. Kemi një rënje disi të lehtë. Mesatarisht është 140 për 5 vitet e fundit. Një nga arsyet kryesore të këtij ndryshimi, shpreh Trepçe, lidhet me zgjerimin e mundësive për kualifikim dhe zhvillim profesional brenda vendit. Aktualisht kemi disa politika që shkojnë në drejtimin e duhur, siç është rritja e pagave të mjekëve dhe vazhdimësia e kurseve të specializimit që është bërë çdo vit në vendin tonë. Kështu që mjekët e rinë e gjenë veten edhe për të kualifikuar në vazhdimësi edhe në Shqipëri. Mendoj që këto dy janë arsyet kryesore që kanë ndikuar disi në rënjen e lehtë të kërkesës për të larguar nga Shqipëria. Megjithatë, drejtuesi i urdhrit të mjekut sqaron se certifikata e sjelljes së mirë përdoret edhe për ndjekjen e trajnimeve apo eksperiencave të përkohshme jashtë vendit, por pavarësisht kësaj, ulja e kërkesave për këtë dokument shihet si një tregues domethënës për ndryshim të prirjes për t'u larguar nga Shqipëria.